Përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë të gjithë dhe të keni kaluar ditë sa më të bukura. Sot do të sillim një recetë të thjeshtë që përgatitet në shumë pak minuta dhe që ju do ta pëlqeni shumë. Në videon e sotshme do të përgatisim së bashku kos frutash, njësoj si ai që blini në dyqan. Vetëm se në këtë rast do e përgatisni vetë në shtëpi dhe do jeni të sigurt për atë që konsumojnë fëmijët tuaj. Kjo video në fakt është realizuar për shkak se njëra nga vajzat që më ndjek në kanal ma kishte kërkuar këtë recetë edhe unë e përgatita këtë video edhe mendoj që është një ide shumë e mirë që ta përgatisni kosin e frutave vetë në shtëpi. U asiguroj që nuk do keni nevojë më që ta blini kosin e frutave të gatshëm edhe mund të përgatisni sa të doni në shtëpi. Më ndiqni për recetën. Për këtë recetë unë kam përdorur fruta të ngrira, me që i përdor shpesh këto fruta, e tani është verë thashtë i përdor këto të ngrira, që ta bëj edhe më të freskët kosin. Por ju sigurisht mund ta përgatisni me fruta të stinës, fruta të freskëta si të keni dëshirë. Unë kam përdorur për këtë recetë luleshtrydhe, boronicë dhe mjedër, pra fruta pylli. Ju mund të përdorni edhe lloje të tjera frutash. Ajo që u duhet tjetër është një pajisje që fruloni supën ose edhe një mikser, ose blender që përdorni në kuzhinë kur gatuani. Gjithashtu ju duhet dhe kos. Në fillim do përgatisim kosin me boronica. Në një tas ose edhe në një enë tjetër do hedhim rreth 2 lugë gjelle me boronica. Aty do shtojmë edhe 1 lugë gjelle me kos. Na duhet vetëm 1 lugë gjelle me kos, pra jo më shumë. Duke qenë se boronica është pak e afët, mund të shtoni edhe 1 lugë mjalt. Kjo është në dëshirën tuaj. Kush ka dëshirë mund të shtoj edhe sheqer, por unë për ta bërë sa më të shëndetshme kam shtuar mjalt, të cilin e kam marrë në Shqipëri. Ju po të doni shtoni mjalt, po të doni sheqer, ose mund mos i shtoni as mjalt dhe as sheqer nëse mendoni që kosi përshtatet shijeve tuaja. Ma pas se gjithë pjesa tjetër është që t'i frulojmë, pra të treten boronicat dhe të krijohet një pastë homogjene me kosin. Po të doni, frutat gjatë kohës që fruloni mund t'i tresni ato fare si puna ime, ose thjesht t'i coptoni dhe kosi do t'u dalë me copa frutash brenda. Më pas masën e krijuar nga kosi dhe boronicat e hedhim në një pjatë dhe aty do të shtojmë kosin. Unë kam shtuar 6 deri në 7 lugë gjelle me kos. Kosi është i blerë, por ju mund ta bëni edhe vetë në shtëpi. Kosin mund ta blini gjithashtu me shumë yndyrë, pa yndyrë fare, mund ta përdorni kos të trash ose kos të hollë, pra si t'u përshtatet shijeve tuaja. Nëse doni me këto përmasa që shikoni në video, mund të përgatisni një vazo plot me kos frutash, pra ta hidhni kosin në një vazo dhe aty t'i shtoni masën me boronicat dhe më pas thjesht e trazoni me një tel kuzhine që masa të dalë sa më kremoze në fund dhe të jetë një trajtshme. Unë kam bërë shumë pak si që shikoni dhe në video, pasi doja thjesht t'ua tregoja juve dhe kam përgatitur atë ditë edhe 2 lloje të tjera kosi, prandaj në video kam përdorur vetëm 6 deri në 7 lugë gjelle me kos për secilën prej këtyre që do shikoni në video. Nëse doni në fund fare, kosit të frutave i shtoni dhe fruta të prera brenda dhe i ruani në frigorifer për disa ditë derisa ta konsumoni. Kështu do veprojmë edhe me frutat e tjera. Ndiqeni videon për të parë procesin për kosin me luleshtrydhe dhe mjedër. Procedura është e njëjtë, vetëm se me këto fruta nuk kam shtuar as sheqer dhe as mjalt, pasi për shijen tonë janë mirë, pra nuk ka nevojë për ëmbëlsirë më tepër, mendoj unë. Madje nëse këtë proces do e bëni me fruta që janë akoma dhe më të ëmbla, do ju rekomandoja që mos u hidhni shumë sheqer ose ëmbëlsues, pasi do ju bëhet shumë e ëmbël. Siç ju thash, me këto përmasa mund të përgatisni një vazo plot me kos frutash, por nëse doni të përgatisni më shumë, atëherë ajo që do bëni është që do përdorni më shumë fruta gjatë procesit të frulimit të tyre. Pra ta zëm se doni të bëni 1 litër kos ose edhe më shumë, atëherë do merrni një tas të vogël me fruta që doni dhe do e hidhni në blender ose mikser dhe do shtoni vetëm 1 lugë kos. Pra në çdo rast që doni të bëni më shumë kos frutash, do shtoni vetëm sasinë e frutave, sepse kos do shtoni vetëm 1 lugë.
Kosi na duhet vetëm sa për të krijuar një pastë homogjene dhe që të marrim atë ekstraktin e plot të frutave. Më pas procesi është i njëjtë dhe në fund fare vetëm do e hidhni masën e frutave në një enë më të madhe dhe aty do shtoni sasinë e kosit që doni të përgatisni. Ajo që nuk ju thash është që kjo metodë është dhe një metodë shumë e shëndetshme e përgatitjes akullores. Pra kosin e frutave që e krijoni ashtu siç e keni, e vendosni në pjesën e ngrirjes në frigorifer dhe ua servirni fëmijëve ditën tjetër si akullore, dhe ata do të kënaqen. Pra siç e shihni miq, me pak përbërës mund të përgatisni çdo gjë në shtëpinë tuaj dhe në këtë mënyrë jeni të sigurt se çfarë konsumoni. Unë asiguroj që me këtë recetë, kosin e frutave do ta përgatisni gjithmonë vetë në shtëpi. Ju duan vetëm 5 minuta kohë dhe kosin e frutave keni gati. Nuk ka as sheqer, as konservues dhe është fiksi ai që blini dhe askush nuk do e vëret diferencën. Sepse në shtëpinë tonë, kosin me fruta e kemi shumë qejf dhe e konsumojmë në mëngjes. Por tani e tutje, kosin do e përgatis vetë në shtëpi dhe me shijet që ne duam. Nëse u pëlqeu kjo recetë, mos hezitoni të jepni asaj një like dhe ta shpërndani atë me miq dhe familjarët tuaj. Nëse e provoni këtë recetë, më shkruani poshtë videos komentet tuaja. Gjithashtu, nëse keni ndonjë recetë që doni ta përgatis me video, mund të më shkruani te komentet ose të më shkruani në Instagram. Në Instagram më gjeni me të njëjtin emër si në YouTube, Rajana Kitchen. Unë ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe në recetën e sotshme. Bashkë do të shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.